Të ngjat jeta me që shpresoj që jeni mirë, po ju tregoj se çka po veshi sot në një intervistë, në intervistën të 7 Erver, kështu po dukem, edhe taket janë ngjyrë të njëjtë mente me setin satin që kom vendos me vesh sot, përndryshe flokët dhe make-upin e kom bo te Studio Selveta, e në Vranjevc, edhe kështu po dukem si përfundim. Për qanë nuk e di se çfarë qanë të me marë, se nuk po më përshtatet në një, po po mendoj me marrë këto thjeshtë në zezën. Okej. Edhe me u kompletu kështu. Edhe pse normalisht çanta në intervistë nuk do duket, dhe kështu do t'jetë dita ime. Kjo është edhe make-upin nga afër. Kësa hire vendosa me ilon syzet, se paraqitit e mia, sidomos në ekran, nuk janë shpeshta me syza, po prap, besoj që nuk është ndonjë problem. Kjo është parfumi që e kam përdor kësaj here, edhe nuk po vendosi më se e teproj, se ta në ditën e kam vendos qatë parfum. Përndryshe, kështu është dukja ime në intervistën e radhës, ku do të dëgjoni për projektet e reja, për libra të ri dhe për verën dhe jetën time aktuale. Si gjithmonë, ju puth edhe ju përqafoj shumë. Miru pafshim!